Qenë Kosovën me Turqinë? Me gjithë shef, na jena të shtëpia, e respektojnë Turqinë, është me 80 milion banor, nuk mund në 2 milion banorve. Na jena njoftë si në UEFA që 10 vite, kina bo, kina orë dhe i këtu, e dojna fitoren shumë. Apo mendon se kena me fitu edhe këtë fituar edhe me shku në kampionat botror? Po Allahi, shumë kom besim djeli mosha, janë të motivuar, janë djelë të mirë, edhe na do të fitojnë. Faleminderit shumë. Kosovë. Edhe Turqinë e kip për Turqinë një pjesë. Deri para ndeshjes jemi miq, Jemi bashkë. po, gjatë ndeshjes rival edhe pas Apo ndeshjes. mendon se kena me fitue në tash ndeshje edhe do të kualifikohemi në botëror? Shpresoj. Bëni Çfarë ndjenjë rezultate. ki edhe çfarë mendon se do të jetë kjo festë për neve pasoj se fitojmë? Është ndjenje e zakonshme personalisht po flas sepse pas 38 viteve jam në Prishtinë dhe besoj se do të sjell fat ekipit tonë kombëtar. Ekipi përfaqësues të sot. Faleminderit shumë. Nga po vjen? Kumanova. Qysh po kalon këtu? Shkon me shiku ndeshje në Kosovën me Turqinë. Apo mendon se kena me fitue sot në ndeshje? 100% fitore. 100% fitore. Kur kjo orë të prej Kumanovës? Sot. Sot kjo orë. A do të centrohesh edhe sot mbrojtë do të ikësh për Kumanovë? Jo, Pas ndeshjes a do të festojnë këtu nëse fitojnë ana? 100% po, me gjithë zemër. Faleminderit shumë. Përshëndetje. Si e pret sot këtë ditë pasi që është ndeshja Kosova me Turqinë? Si e preza, për ditë historike për sportin kosovar, për futbollin, për popullin. Jemi të kënaqur, besojna që do të korrëm fitore. A kena pas ndeshje më të rëndësishme se sot? Histori popullit shqiptar, sportit shqiptar nuk kemi pas ndeshje historike sikur se sot. Vetëm kur lujke Fadil Vokri, gjithashtu shikues e mbushin stadionin. Edhe sot besoj si që ashtu do të mbushin edhe dash Zoti me fitore. Me një fitore historike. Kjo është rast historik, në qoftë se shfrytëzojnë këtë rast historik, populli shqiptar, shteti shqiptar, do të ketë një popularitet shumë të madh, shumë të mirë. Kështu që shumë jemi të kënaqur, inshallah fitojna, inshallah fitoria. Faleminderit shumë. Respekt. Biz burada yaşıyoruz. Burada. Evet. Prishtine'de. Evet. Maç tahmini nasıl? Maç tahminim Türkiye kazanır diye düşünüyorum. Kaç? 2-1 diye kazanır diye düşünüyorum. 2-1. Evet. Kosova nasıl göründü? Uzun süredir burada yaşıyorum. Kosova'yı güzel buluyorum. Yani güzel bir ülke. Kosova milli takımına da başarılar diliyorum bu maçta. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Merhabalar, Kurşundiyet, Siyemir. İyi efendim. Evet. Siz nereden geldiniz? Ben burada yaşıyorum, Priştine'de. Evet. Türkiye'den hangi şehirdesiniz? İstanbul'dan. İstanbul'dan. Evet. Kosova çok güzel bir memleket, kardeş bir memleket. Hep beraberiz diyorum ben. Yani 2-1 Türkiye'nin alacağını düşünüyorum. Türkiye mi? Aynen ama kardeşlik kazansın, bizim için sıkıntı yok. Çok sağ olasın. Rica ederim, faleminderit. Dajte, Prej ku po vjen? Reshkupi. Qysh e pret sot ndeshjen Kosova në Turqinë? Normal me fitore për Kosovën. A ke marrë bilet për me shku me shiku ndeshje? Jo. Jo, vetëm ja ardhë këtu me festu atmosferë. shesh, atmosferën e sheshit dhe qysh bëhet në Prishtinë. Po këta ja ardhë me shoqënia, Me qëshni, po me shëtëmi. qysh e prit një ndeshjen Resmi ndeshjen me fitore. me fitore? Sa mendoni se do të fitoj Kosova kundër Turqisë? Mendoj dynja. 2-0. 2-0. Mendoj që ka më kanë rezultat 2-0. Muriqi një gol, Asani një gol. Urojmë edhe shpresojmë që të kemi fitore famatorik. Faleminderit shumë.